Si zakonisht e fundi i muajit nëntor sjell në Shkodër ekipet e trojave shqiptare për të marrë pjesë në turneun ndërkombëtar tashmë tradicional apo që e organizon shoqata Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica. Pikërisht me Jetmir Podgoricën i kënaqur se vazhdon tradita, pjesëmarrja masive, fëmijët duken shumë entuziastë dhe ndeshjet shumë interesante. Ne organizojmë edicionin e 8 të këtij turneu të autotonos në bashkëpunim me shoqatën rajonale të futbollit Shkodër, Bashkinë Shkodër dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe tashmë është kthyer në traditë. Ndodhet se në ata fillimet tona normalisht që kishim vlerësësit, por tashmë siç e shohim edhe në fushën e lojës, ekipet janë të shumta dhe ne po synojmë që ky aktivitet të shkojë në një nivel elitar, me skuadra elitare. Çfarë ndryshimi ka, mund ta quajmë kështu në krahasim me edicionet e mëparshme? Ka një seleksionim të ekipeve pjesëmarrëse, po mundona me marrë ekipe pjesëmarrëse sa më elitare, pra me nivel sa më të lartë të futbollit, për zhvilluar sa më shumë konkurrencën dhe të shikojmë edhe pjesën e fëmijëve, të shikojmë se sa është niveli i tyre. Gjithashtu në këtë turne ne kemi edhe skauta, pra vëzhguesa të ndryshëm për fëmijët, të cilët do të shërbejnë në karrierën e tyre për në vazhdimsi. Por diçka veçantë është sepse turneun po e ndjekin për së afërmi edhe figurat e spikatorat të futbollit shkodran dhe me gjerë. Duke nisur nga kapiteni Bekim Balaj, Lirim Kastrati, Adines Gurishta, Hebaj, e të tjerë futbollistë të cilët me vërtet e kanë entuziazmuar dhe këtë brez kur i kanë parë prezent në fushë. Mendoj që janë shembull më i mirë, jo vetëm si futbollista, por edhe si djem. Mos harrojmë që Bekim Balaj ne na ka marrë flamurin tonë kombëtar në Beograd dhe kjo na ka njallë edhe ndjenjën e patriotizmit dhe ndoshta edhe dashnin më shumë për Bekimin, por edhe Lirimi është lojtari i kombëtarës së Kosovës, janë djem të cilët janë djem të shkëlqyeshëm dhe me rezultate shumë të mira në sportin e futbollit. Si zakonisht mbarvajtja është në vërtet mënyrë me korrekte, por ajo çfarë ka më tepër rëndësi, cilësia, mas sa dalloni ju. Vazhdon të jetë në progresim e sipër. Fëmijët pjesëmarrës tregojnë se kanë një të ardhmë të tyre. Po duke shtrirë gjeografikisht turneun, pra nga Shqipënia, Kosova, Malizi dhe Maqedonia, ne kena mundësi që me pa talente nga vendet të ndryshme dhe kena mundësi që me pa çfarë niveli kanë në vendet të ndryshme ekipet pjesëmarrëse. Dhe kjo na ka mundësuar që me arrit me kuptu edhe ne si qyteti i Shkodrës me pa nivelin tonë ku jena dhe besoj që kena një brez shumë të mirë futbollistash që premtojnë shumë për të ardhmen. Ky është turneu i fundit që Shkodra Sport Event organizon për vitin 2025. Për vitin 2025 është turneu i fundit madhor, le të themi, ne kemi projekte shumë të tjera, qoftë për këtë vit, qoftë edhe për vitin në vijim, ku fokus kryesor do të kenë edhe ndërrimi i figurave të cilët kanë kontribuar për sportin e futbollit, do të ketë një vend të veçantë në organizimet tona. Dhe diçka në fund edhe për bashkëpunimin me shoqatën rajonale të futbollit Shkodrës, ku ju jeni pjesë i kësaj shoqate si sekretari i përgjithshëm, por natyrisht edhe shoqata rajonale është prezente në ndërtimin e saj. Patjetër, sepse në Çakun e Shkodrës është ekskluziviteti i shoqatës rajonale të zhvillojnë futbollin. Asnjë shoqatë tjetër nuk mund të zhvillojë një ndeshje futbolli pa lejen e shoqatës tonë. Prandaj duke pas një bashkëpunim me zotin Lazar Matia, duke pas bashkëpunim shumë ngushtë, ka kanë një ndër personat që na ka mbështetur më shumë te eventi, sepse realisht eventi siç e keni pa dhe vetë ka një masivizim shumë të madh, edhe është shumë i vështirë për me organizu. Dhe prandaj duke pas edhe mbështetjen e tij ka kanë diçka më e lehtë për me organizu edhe në turneun tonë. Ishim me Jetmir Podgoricën, një figurë spikator shumë plançe e sportit shkodran, një gjyqtar futbolli elite në top listën e kategorisë superiore të futbollit shqiptar, por një herë si thamë edhe më herët drejtues i shoqatës Shkodra Sport Event që bën të mundur organizimin e këtij turneu, por edhe me detyrën e sekretarit përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, pra funksione shumë plançe Jetmir që ju bëjnë të ndjeni mirë patjetër. Normalisht i marrë shumë kohë familjes, të cilët i kemi edhe bërë shumë nga koha jonë, por marrim një kënaqësi shumë të madhe realisht ku kontribuojmë sadopak për qytetin e Shkodrës, në cilin kena lindë, po jetojmë dhe shpresojmë të jetojmë edhe në vijim dhe kontribuojmë me atë sa ne kena mundësi. Dhe kam dëshirë që t'ju falenderoj edhe ju në veçantë zoti Gaspar për mbulimin që ju bëni gjithësisht aktivitetet tona, por edhe me bën një falënderim ndoshta në emër të komunitetit të futbollit për ju, për kronikat që ju zhvilloni dhe promovimin e futbollit me talentet e reja dhe me çdo ndeshje që ne jena prezent. Faleminderit sa të pyetësh. Edhe një përgjigje për këtë, ka qenë interesant, sukses në vazhdimsi. Faleminderit.